Ndryshe. Të ndryshe dëgjuam i penduari i fatit Castro Zizo, i cili në këtë moment është shumë i penduar që ka marrë makinën dhe është drejtuar në Top Albania Radio se ka ndeshje në stadium që ka filluar në orën 19, që nuk po gjen parking, që po ecën me 1 kilometër në orë dhe ka çerë rekorde tek ai vend, por që thotë doja arri Lona dhe do vi tek ju nga. Po Lona, me që kemi dhe kombëtarën që kanë ndeshjen miqësore me Jordanin. U gëzove ti? U gëzova, e mori vesh lagja, kam lënë naf, ose isha në një shoqëri të mirë, po pinim verë, që vërnami ke lagja jote, ai shumë kam bërtitur. Vetëm unë jam dëgju ke lagja ime, sa më tha komshiu im Olticuri, Keneta sikur fitoi Serbia. Një qetësi absolute ke kontra. Po kishin ikur gjithë poshtë për të paneshën. Kanë zbrit gjithë. Ne shumë kënaqem, na kënaqi shumë kombëtarja. Na kënaqi dhe kombëtarja e Kosovës dje që filloi me Suedin. Jashtëzakonisht. Kështu që ne sot kemi atmosferë futbolli këtu ngjit, sepse sa të kalësh të murin janë shkallët e stadiumit, apo janë shkallët këto këtu? I shkallët janë dhe këto këtu. Na shkroi presidenti i FSHF-s duket pas një ftese që i bën për të ardhur në emision, sa e di sa Xhan ju kam, tha po këtë herë jam në ndeshje, thashun ua shumë mirë mbaro tek ne dhe shko ke stadiumi se ngjitur jemi. Tha jo Ilona se fillon në orën 19. Gjithsesi ne jemi duke pritur Castron, gjithsesi, ndërkohë kjo këngë e re Castros, po do ta pyesim edhe kur të vi. Po do të flasim për këngën e re që është bërë pjesë gjithashtu e Top Awards, e klasifikimit të 100 këngëve në Top Awards. Castro po bëhet gati edhe ai për podcastin, ndaj duke qenë se sot ishim në temën e një televizion i madh si MTV mbyll dyert, diskutimin për radion, për podcastin, Castro gjithashtu i bashkohet kësaj. Ti ke menduar ndonjëherë të bësh podcastin tënd në YouTube? Se çfarë po bëjmë ne tani këtu? Jo, podcast po bëjmë ne, po ta nxjesh veç, me fjalë ta kesh veç që ti thosh lekët ti që. Jo. Se kisha për t'i bërë pyetje, po miku Bledi i thoshte sa lek fitonti nga këto statuse, sa lek merr. Edhe unë doja t'ja vëja se e pash që e kishe shkruar këtu. Çfarë shkolle vjetër je, vjen përgatitur me letra me gjitha. Kujtoj miq të dashur se nesër është Portokalli, për ju që ende nuk keni bler bilet, edhe pse javë pas jave po duket të jetë sold out, ka shumë prezencë njerëzish në teatrin e Portokalli. Sa bukur duket kur e shoh të dielën darkë. I pëlqen njerëzit ta shohin live edhe fakt është shumë bukur live. Ne kemi thënë gjithmonë që live-i ka këto ndryshime që ti shef atë që do ti, atë që ti jep regjizori në televizor, sepse ti kur je ulur para televizorit, shef atë që të servir regjia. Kurse kur je në sallë vet, shef gjithë emocionet edhe ato ndalesat e vogla që janë, që ndryshojnë ato skenat, po dhe ndonjë gaf që bëhet, që ka shumë gjëra interesante live, është i bukur. Gjithmonë backstage edhe këto gjërat e vogla në skenë që nuk duken në televizori ka kuriozuar njerëzit shumë edhe po për shembull pati java që kaloi për shembull kthimi i Besit me atë rolin e Gjinit bëri shumë efekt. Edhe Erion Braçe të ftuar. Këtë javë unë mund të zbuloj vetëm atë që kam tek materiali im. Sajmir Koreshin, lushnjarin që solli Dellin ke diella. Që çon Shalqin parlament. Ka qenë ke Dancing with the Stars. Po. Sajmir është i lezetshëm. Shumë. E kemi ftuar tek RTV Kashari. Ua, po pse ftojmë dhe ke RTV Top Albania? Pse ftojmë neve? Do ta ftojmë Sajmir. Ama ti merr gjithë ftuarit i çon Portokalli. Do ta ftoj Sajmir, do ta ftojmë Sajmir. Do ta ftojmë, po. Ta njohim më afër të rim çik gjatë me Sajmir. Mirë, ora është 19:11, po thosha që biletat e Portokallis mund t'i bleni edhe në studiot e Top Channel në Kashar për të mos humbur këtë radhës së Portokallis, që është një shfaqje shumë e bukur nesër në orën 19 në teatrin e Portokallit në studiot e Top Channel në Kashar dhe për të parë të dielën brëma në orën 21. Dy ditët më bukura të javës është e marta dhe mërkura. E marta është ndryshe në orën 6, pasdite, dhe të mërkurën Portokalli. Mos fol më për sot. Mos fol më. Shkojmë ke Ginger, Shampoo. Nderuar Max Optikën, ky muaj është koha perfekte për të kujdesur për shikimin tuaj, sepse në Max Optika ka ulje deri në 50% në të gjitha skeletet optike. Një gamë gjerë modelesh për çdo stil, për klasik, minimal, apo trendet e fundit për meshkuj, femra dhe fëmijë. Dhe mos harroni, vizitat okulistike janë falas, ndaj nxitoni të bëni kontrollin e syve nga specialistët tanë të kualifikuar për një shikim përsosur, zgjidhni xhamat me cilësi të lartë, të personalizuar për nevojat tuaja. Rezistent, të lehtë dhe me mbrojtje ndaj rrezeve të dëmshme. Kjo super ofertë është e vlefshme në të gjithë rrjetin e dyqaneve Max Optika, Max Your Vision. Shkojmë në publicitet.
Është momenti për të falenderuar Flor Farmën, e cila prezanton Damadoli, bubrofenin stick pack I pishëm që vepron shpejt kundër dhimbjes së kokës, muskujve apo ciklit. Vepron shpejt pa patur nevojën për ta shoqëruar me ujë, efektiv për shumë lloje dhimbjesh, I lehtë për të mbajtur me vete dhe është një nga zgjedhjet inovative. S'ka nevojë për ujë, siç e thash, dhe lehtëson menjëherë dhimbjet. Për 10-12 minuta nuk keni më as dhimbje muskujsh, as dhimbje kockësh, as dhimbje kokë, as dhimbje menstruacionesh. Nga ana tjetër Melagyn Vulvar Gel është gjeli intim që qetëson, mbron dhe hidraton zonën intime duke parandaluar irritimet dhe thatësinë. Me veprim antibakterial dhe antifungal ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit natyral të lëkurës. Ideal për përdorim të përditshëm, veçanërisht pas depilimit, gjatë menstruacioneve ose në periudha me ndjeshmëri të shtuar. Melagyn Gel nga Flor Farma. Mirë, jemi në limitet e hyrjes së Castros, sepse thanë që po vjen, është afër. Kështu që në këtë moment ne mund të ta bëjmë hyrjen si kështu, si natyrë ose dëgjoj, e di ç'do bëjmë, unë do të sajoj një gjë tash ti. Çfarë do sajosh aman të keqen? Se duam ta bëjmë edhe kështu që të bëhet reels. Jo, e di si është puna? Po I kaloj Castros numrin e vajzës. Janë të dy në njëjtin vend, po thjesht nuk shihen për të hipur lart në ashensorin e radios, edhe po I them lidhoni bashkë. Dgjoj. Ç'do bëjmë tani? Të kam çuar diçka. Ku, në WhatsApp? Në WhatsApp. Po ta hap të shoh, po. Në këtë moment ti je gruaja ime, unë jam burri jot. Jemi burrë e grua. Po. Ne të dy. Ne të dy. Burr e grua. Mish e thua. Ti je burri, unë jam grua. Po si jam unë grua, ti je burri. Normalisht. Jemi burrë e grua, vazhdo. Këtë dialog shkurt do bëjmë. Grua, pse je martuar me mua ti? Sepse ti ke shumë humor. Oh? Unë mendova se ti je martuar me mua nga që unë jam shumë I mirë në shtrat. Ja thashun ti më shkrin mua. Po ti mi çoj çik mua përpara, më përgatit. Thash se je martuar me mua, se jam shumë I mirë në shtrat. Mua. E bukur shumë. E bukur shumë. Shiko, do vendosi skeri tash një këngë edhe ne do të marrim vesh se ku në ç'pozicion është Castro. Mos ka stadium institucionin. Është vërtet Shqipëri. Këtu Top Albania, këtu jemi akoma. Shkojmë te kënga e radhës. Hajde na vër një këngë tash ti. Thjesht është po nuk është këtu. Disa afër është si ne, hyrja tjetër, po nga që është ndeshja dhe janë 1000 policë në përkëmbë, mezi po bën këtë çarjen nga ana Sheshit Italia te kjo pjesa jon këtej. Po pse nuk e dinte nga hyntaj? Po jo më e di, po është e pamundur qysh tek neve ashensori, jam thot shtype. Po çfarë shtyp, unë jam transmetim, o njeri. Mirë, vetë vjen pas pak Atrozizo, edhe do të flasim për të rejat e tij më të fundit në çfarë, o sa treja ka Castro, nuk diskutohet çfarë. Në muzikë edhe në është I lezetshëm shumë. Është I lezetshëm. Urdhë shoku para fotës. Të dërgoj një tjetër ty. Jo, mos më tregom nga këto, ose të paktën më përgatit pak, se pastaj Reelsi merr dhën. Si e kemi atë Reelsin me Snow, vazhdo në Reelsin me Snow, ka marrë për Skoti ai me klikime. Me Snow në Afrikë. Ka marrë vërtet. Ora e saktë është 9:23 për të gjithë ju që po thoni, po ku është ai I ftuari juaj? Ja, për punë sekondash do të jetë këtu, ndërkohë që në stadiumin Arena po luhet miqësorja e Shqipëri-Jordani dhe në fakt më shumë se sa një miqësore është dhe një takim I kombëtares ton me fansat edhe me gjithë adhuruesit, me gjithë tifozët e futbollit, të cilët kanë dashur gjithashtu çunat kuqezin ti përshëndesin nga afër, të kenë një stadium plot edhe do të ketë edhe fest pas përfundimit të ndeshjes Shqipëri-Jordani. Do të ketë fest, do takojnë futbollistët gjithë tifozët. Të tregoj një parsalet. Do ma tregosh? Po prit erdhi, jo, mos ma trego. Ajde Castro, sa kam bërti. Eja Castro. Watch ka Më në fund Castro Zizo mbërrin. Në fund Castro Zizo mbërrin. Kjo tamam, kalova kordonin e parë, kalova kordonin e dytë, edhe pastaj kalova dhe kufirin me Shqipërinë, edhe arrita në Gjermani. Dhe prapë nuk arrita. Eja I dashur, eja. Po ku je? Hajde sa, ulu këtu se. Vendosi dhe kufjet. Po çfarë ndodhi me ty? Sikur ke dalë nga shtëpia për të ardhur. Kemi prezantuar 60 herë deri tash. Dëgjoj. Se ne nuk kemi përplasje medias për kundrazi, ne jemi komunitet shumë I madh etj. Unë tash nga nuk kishte bir none që të gjente një vend të parkonte të bënte. U futan RTS brenda. Shefi ai sa ku te cili emision jam te emision politik. Mbaro punë mua.
Mos dhe erdhën top. parkove të Po, dhe erdhën top. Kështu që me shpresën që Zoja Vasile ose dikush për aksion mos e ishin nga puna të rojën e tornit. Ti thënë dhe emrin mbi emrin rojës? Jo. Mos e nuk ka vërtet kjo, po bën për spektakël këtë. Dhe prandaj është Castro Ziza që është, sepse ai është ndryshe. Më ndihmo pak Skerdi. Më ndihmo pak Skerdi. Çfarë ndihmoj Skerdi? Ja, pritet do ti. As ti s'di gjë. Qetësi. Që i vogël më quajtë ndryshe. Një fjalë që më ndoqë gjithë jetën. Herë si talent, e ndonjëherë si justifikim për gabime. Po çfarë është ndryshe? Njerëzimi ka bërë luftra për këtë fjalë, ndërsa natyra e thot thjesht, bleta nuk zgjedh mes 300.000 luleve. Në marrëdhënie, gjithçka bëhet qesharake. Oktapodi mashkull. Kaç mjafton. Tash ndryshe, janë bërë lufta për ndryshe. Ndryshe. Arsyeja pse të kam thritur që këtë ndryshe ti plak mos e ke marrë nga ne të dy se ne quhemi ndryshe këtu më ti. O Castro. Emisioni unë ka ndryshe. Ti çfarë bëhet aty? Jo me di, unë keni gjithë ato vite ju. Besoj keni me copyright me gjëra. Live mund të hidhni gjyq për përdorimet e pruar të fjalës, ndryshe dhe konceptit. Je ndryshe ti Castro nga tjerët? Unë nuk jam ndryshe nga tjerët, do mendoj, shikoj çfarë ndodh. Po lexoja sot, unë lexoj shumë në pikë të mëngjesit, sa hap syt. Edhe ka bën ja 6 vjet. Apo çfarë tjetër? Filozofi, histori, psikologji. Nuk ka telefonin të parin të bësh ato scrollet. Merr një libër për të lexuar. Telefoni im është vendosur çdo social dhe çdo gjë është vendosur në funksion të gjërave që un kam nevojë të informohem me të tjerë. Nëse do të follosh një idiot për të relaksuar, unë e folloj. Nëse folloj disa të zgjuar për të stresuar, për të qenë për të të zgjuarit të stresoj më shumë, të stresoj më shumë sepse ego e njeriu është aq i ndërlidhur, jemi aq unik për të thënë atë gjën fjalën ndryshe, saqë na bën gjithë njësoj. Po ty të bezisin njerëzit njësoj që janë normal kështu. Po varet nga terminologjia e të qenit normal. Secili prej nesh, domethënë dhe unë për shembull, rri dhe kam ca momente kur ndodhem në një lokal ose në një moment në vetmi dhe shoh për shembull ku diun një punëtor ose një kamariere ose këdo, një njerëz që bën një punë ka një rutinë të vet. Edhe në varësi të aromave kur vjen afër, në varësi të mund të dalloj ose imagjinoj ose aludoj dhe çfarë mund të ketë ngrënë dje për të krijuar një lloj cikli 24 orë ashtë të jetës vet. Dhe për të kuptuar ky është normal apo është ndryshe? Po pse po pestisë ti apo? Dam ka të jetës sime. Po jo vetë se po të futet tash, ka vite. Ky mallkim. Po mirë, sepse njerëz normal, u them njerëz normal, pa ti artistët janë njerëz normal? Pa shumë normal, mor burre, të shkosh te lagja e din ata, thon biles gratë plaka, thon sa çuni mirë ky që plera bën këtë, bën atë, po të gjitha unë kur shkoj atje shoh domatën, po kush janë normalët në jetën tonë? Anormalët. Ne jemi pranë. Po shiko, se është orari i tillë që ata që po na dëgjojnë dhe besoj që kemi shumë, sidomos nga ata që kanë ngelur në trafik dhe i çojmë një puthje, një kështu të madhe. Do kërkon një përgjigje shumë më të madhe efektit hink që e quaj unë. Që të gjithë normalët krijojnë anormal dhe në ndërkohë që gjithë simbioza apo gjithë sistemi është vetëm anormal. Pse janë normale situata në planet? Sepse fjala normale është legjitimuar që në momentin e fake newsit. Domethënë që kur kemi legjitimuar që çdo gjë që shohim ne tashmë është bërë normalitet. Është normalitet. Domethënë nëse shef një alien që ku diu martohet me një grua, thon fillim, ja 2-3 herë ke këta të shpërndar të gjithë ta rrjetin. Duhet normalitet. Që bi tërmet dhe shkruajnë gjithë tërmet. Larg qofës na e ndjell tash. Po ndjellon e di vetëm ku bi tërmet. O Castro, si është puna e Podcastro, e podcastit tënd që quhet si quhet, se ti ke lënë ca Podcastro, lozet pikërisht me këtë fjalën për ta personalizuar, ju jeni podcast. Apo jo? Podcast janë gjithë. Podcast janë gjithë. Domethënë unë folem me diku me mikrofon, podcast quhet. Sidomos. Ti po bën asgjë anormale, një gjë normale po bën, po çfarë bën ndryshe, nga ndryshe. Fjala podcast do të pot një kas i caktuar që hyn diku, çfarë? Po, kjo në fakt origjinën kjo e ka nga podi si iPodi, pra aty është eksperimentuar në fillim, domethënë aty ka dalë dhe kasti
Kasti i kastruar. Tash ç'a faj ka Castro që e ka Castro. Un kam një faj dhe një ta quaj ku e di un tash spajon der. Ç'është ajo fjalë që unë e kam personalizuar, e kam podcastro. Kështu që se kush do që të bëj podcast, e ke personalizhuar shumë bukur. A keni transmetim? Podcastro fillon së shpejti. Fillon së shpejti. Nuk ka akoma. Tani ç'a do kesh ti ndryshe, se the ndryshe. Urdo. Ç'a do kesh ndryshe ti nga kjo ndryshja jonë? Elon, ti e di shumë mirë që në momentin që merr një shtëpi të re, siç e ke marr, sidomos ju gratë, merreni me detaje të vogla të ngjyrës asaj, deri te astiku etj etj. Pra dhe ky vendi juaj, dhe kjo simbiozë, dhe kjo energjia ju të dyve bashkë me regjinë e gjithë çunat e gocat që bëjnë gjithë të fluskën e mirë të energjisë që ju përçoni këtu çdo një herë në javë. Ka aromën tuaj. Pra, mënyra se si ju e bëni podcastin kundrejt me, jeni ju, dhe është unicitet, kjo ju bën juve unik. Unë kam atë mënyrën time, pra, nëse një njeri që i quan vete normal, të unë do t'jetë hipernormal. Mendova që ti nuk e ke vetëm me të ftuar, po e ke me, nuk e di, me kështu. Unë do të kem edhe shumë muzikë, unë do të kem një band, do të kemi një bandat, edhe një band. Do ketë muzikë brenda. Po, do të ketë edhe shumë muzikë brenda, është një mix midis podcastit edhe late night. Do të thonë është një format jo shumë i shpik, jo i ri, faleminderit. Më televiziv domethënë, se sa televiziv. Dhe kaq do ta themi së shpejti në vizion. Tani kaq publicitet.